Berlinit që u mbajt në Londër, çka mund të themi tash që ka përfunduar, çka ka prodhuar ky samit I procesit të Berlinit këtë herë? Po, besoj që I ka ofruar shtetet në planin e saj për bashkëpunim në mënyrë që ato të harmonizojnë qëndrimet e tyre, të largohen nga diferencet apo dallimet të cilat I kanë pasur më herët, dhe në mënyrë të një harmonizimi, nëse është e mundur të jetë I plot apo sa më I madh që të jetë, do të jetë më I mirë, dhe se për shkak se hyrja në Unionin Evropian konsiderohet si diçka që mund të jetë që do të ndodhë në të njëjtën kohë për 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor, ndoshta ajo për të njëjtën ditë, po parafërsisht në të njëjtën kohë. Kjo është ideja edhe në Londër, ku diskutuar do të thotë rreth ekonomisë, po kryesisht më shumë për çështjet e sigurisë dhe çështjet e emigracionit, çështja e sigurisë dhe emigracionit në takimet e para të këtij procesi të Berlinit nuk janë diskutuar me aq vëmendje dhe me aq rëndësi sa janë diskutuar sot në Londër. Pra, fokusi kryesor ka qenë çështja e sigurisë dhe kjo është vërejtur gjatë gjithë këtij takimi. Po. Në ndërkohë, çfarë rëndësie mund të themi se ka saktësisht për shtetet e Ballkanit Perëndimor, përfshi sigurisht edhe Kosovën? Çështja e sigurisë natyrisht që ka rëndësi të madhe për atë arsye se në çfarëdo aspekti Kosova është në qendër të saj. Kosova është siç e kanë potencuar disa herë britanikët të gjitha qeveritë deri tash, edhe ajo e pashmja konservative dhe kjo laboriste, do thotë nuk janë larguar nga qëndrimi I mëparshëm. Ata konsiderojnë Kosovën si shtetin më të rëndësishëm dhe shtetin më mik që kanë në Ballkan. Është e rëndësishme siguria për atë arsye se çkado që lajmërohet në aspektin e sigurisë në Ballkan, ajo reflektohet drejt në Britaninë të Madhe, drejt në çështjen e sigurisë të Britanisë të Madhe, siç e kemi pak në luftën e Kosovës, ku Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës u detyruan që të intervenojnë, do thotë ta bëjnë gjithat harxhim dhe gjithat planifikim, jo vetëm gjatë dhe para luftës, por edhe pas luftës duke I përfshirë investimet dhe duke përfshirë aktivitetet e tjera. Do të thonë tashti janë mbush mend, si thonë shtetet e Perëndimit, dhe dëshirojnë të parandalojnë diçka që mund të ndodhë sikur që ishte rasti me zhbërjen e Jugosllavisë, ku mos e keq I kaluan bosnjakët, por edhe në Kosovë nuk ishte situata më e mirë. Do thotë kjo të mos përsëritet, ekziston rreziku të përsëritet për atë arsye se ne e dimë se çka është duke ndodhur tashti në Ukrainë për shkak të agresionit rus. Do thotë është bërë me dije se rreziku ekziston dhe nëse një rrezik I tillë do ta sulmonte dikën në Ballkan, atëherë ata do të jenë shqiptarët, të cilët më së paku janë apo nuk kanë fare arsye që të jenë prorus apo proslav, edhe pse ndoshta ndikimet e tyre kanë deportuar nëpër pjedestale të ndryshme të azëm të shkencës apo të interpretimit të historisë, arsimit e kështu me radhë, mirë po shqiptarët nuk janë proslav, shqiptarët janë diga kryesore e deportimit që parandalon deportimin slav në Ballkan, gjithsesi shtrirjen ruse apo slave në Adriatik. Dhe kjo është politikë e vjetër e Britanisë së Madhe, nuk është diçka që është zbuluar tashti. Është politikë që ka ardhur në shprehje që në shekullin 17 dhe 18, kur Rusia bëhej një gjithnjë më shumë, çdo ditë bëhej superfuqi dhe e cila gjë e trondiste perandorinë britanike, prandaj ekzistonte një bashkëpunim mes perandorisë britanike dhe asaj otomane që të parandalohet apo të ndalohet ndikimi rus në Ballkan. Më thonë është një lojë e vjetër që ajo mund të del në forma tjera, por loja është e vjetër. Zoti Dauti, pse u zgjodh Londra kësaj radhës për ta mbajtur këtë summit? Ishte rastësia apo mund të lidhet me situatën aktuale në Ballkanin Perëndimor? Është puna e sigurisë primare në këtë aspekt, për atë arsye se siguria është çështje të cilën britanikët e kanë rrahur në viteve të fundit më shumë se gjitha
qeveri tjera të Unionit Evropian. Edhe për shkak se tashti nuk është brenda Unionit Evropian qeveria Londrës apo qeveria britanike ka arsye që të angazhohet edhe më shumë në çështjet e sigurisë. Ajo tashti edhe mund të lidh marrëdhënie bilaterale me shtetet e ndryshme siç ka ndodhur me Kosovën, pa e pyetur Unionin Evropian. Më parë do të kishte probleme, por tashti nuk ka ndonjë problem serioz që Britania e Madhe të kontaktoj drejt për së drejti shtetet ballkanike dhe me to të hyjë në marrëdhënie ekonomike, drejt për drejt ekonomike, politike apo diplomatike, qoftë dhe ushtarake nëse është nevoja e sigurisë. Domethënë siguria është ajo të cilën arsyeja e këtij